Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Me lenin Allahut, tema e sonshme titullohet si të i bëjmë të tjerët të lutën për neve. Si të i bëjmë tjerët të kërkojnë falje për neve. Kjo realisht është një titull që besoj secilit i intereson, për shkak se çdo njeri prej neve ka dëshirë që dikush të lutet për të, në veçantë të kërkojë falje te Allahu xhel për ty. Janë disa metoda që njeriu mund që t'ia përfitojë dikujt zemrën me qëllim që të lutet për dikën. Normalisht lutja ka mundësi me qenë dy lloj, o për ty o kundër teje. Nëse ti je i mirë, sillesh mirë me të, atëherë do lutet për ty. Nëse ti i bën padrejti, ai do lutet atëherë kundër teje. E tash varet prej te ti në çfarë forme vepron dhe si sillesh me të, dhe ai çfarë lutje do bëje o për ty o kundër teje. Janë 5 mjete me lenin Allah që do t'i përmendi sonte që ndikojnë që tjetri të bëjë dua për ty, të lutet për ty, ose të kërkojë falje për ty. Mjeti i parë ose vepra e parë është sjellja e mirë. Kur njeriu ka moral të mirë, edukat të mirë, sjellje të mirë, sillet me qerë të mirë, punon me ta, bashkëvepron me ta, i trajton mirë, ua përfiton atyre zemrat edhe lutën për të. Nuk ka njeri i cili, kur bisedon me ta, sillesh mirë vetëm se thot Allahu shpërbleft, Allahu të rujt, Allahu të nderoft. Do thot, e bën një lutje për ty dhe i le përshtypje në zemrën e tij. Çdo herë kur ti e përmban gjuhën tënde, i largon të këshillat, mundohesh që t'ia mbulosh tjetrit të metat, mundohesh që ta këshillosh edhe ja don të mirën, nuk ngjen ndonjë lloj zilije në zemrën e tij për të mirat që Allahu xhelia ka dhënë me mirësinë e tij, atëherë do rritet grada jote, pozita jote te Allahu dhe poshtë edhe te njerëzit. Kur njerëzit u afal dhe u mbulon të metat, ata duan. Për shkak se realisht zemra është e tillë. Kur dikush sillet mirë me atë zemër, ajo zemër asnjëherë nuk turren, po përkundrazi do. Edhe sikur me qenë armiku yt më i madh. Për këtë arsye Allahu xhel thot: "Wala tastawi al-hasanatu wala sayyi'a. Idfa billati hiya ahsan, fa idha alladhi baynaka wa baynahu a'dawatun ka'annahu waliyyun hamim." Allahu thot s'ka mundësi me u barazu e mira me të keqen. Të keqen ktheje në mënyrën sa më të mirë, për shkak se edhe atë që e ke pas armik, një ditë do bëhet më i afërt për ty. Do thot që edhe armikut i përfiton zemrën. Nëse ai të lëndon, nëse ai të dëmton, nëse ai mundohet që të bëjë keq, edhe ti i kthen me të mirë, edhe pse dikush nuk pajtohet me këtë formë trajtimi për shkak se thot ai më ka bërë keq dhe unë duhet më ja kthy me të keqe, Allahu nuk thot kështu. Allahu thot nëse ti atë keqe e kthen me të mirë, s'ka mundësi me të qenë barabartë e keqa me të mirën. E keqa me të vërtetë është e keqe shëmtuar, e mira me të vërtetë është e mirë. Edhe lë gjuhën të mira. Nëse ti thot vepron kështu, edhe armiku yt ka për me dashur. Edhe armiku që ai realisht turren, edhe nuk do vjen puna që zemra e tij ta nojë ka ti. Edhe kjo është realitet. E Allahu çfarë thot? "Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru." Këtë gjë nuk ka mundësi për me arrit, vetëse nëpërmjet durimit. "Wa ma yulaqaha illa dhu hadhin adhim." Dhe s'ka mundësi ndryshe për me arrit, vetëse nëpërmjet virtyteve të mëdha. Personi duhet me pas formësim, karakterin e tij, formësim islam, që kur e kupton realitetin e të keqës, ta përmbajë gjuhën e tij dhe zemrimin e tij, dhe të mundohet që t'ja ktheje me të mirë, e me lenë Allahut ka për me pas se do largohet urrëqja, edhe zemra do afrohen, dhe armiku më i madh do të bëhet i afërt ose krahu yt ose miku yt. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, me transmetim që transmeton e Buhariu, nuk ka mundësi ju tua përfitoni njerëzve zemrat me pasuritë tuaja. Për shkak se pasuria sado që është, milionçe. Megjithatë njeriu i jep, kërkon, merr, po vjen koha ku dikur nuk ngopet, ai në vazhdimsi kërkon. E kështu 1 ditë, 2, 3, 4, 5, dikur më, kur si jep edhe nuk don. Po tha pejgamberi
e keni mundësin që t'u përfitoni atyre zemrat me buzëqeshje dhe me moral të mirë. Buzëqeshja dhe morali i mirë janë dy prej faktorëve që u përfiton njerëz e zemrat, edhe ai person do lutet për ty me lenë e Allahut azza wa jall. Një prej manifestimeve që pejgamberi sa na mësoi se si ta kuptojmë çështjen e trajtimit të mirë, është kur dikush ta bën një të mirë që ti ta shpërblesh me po të njëjtën vepër që ai ka bërë për ty. Personi nëse ta bën një të mirë, mundo për m'ia kthy edhe atij një të mirë me një të mirë, bile edhe me më shumë. Por nëse nuk ka mundësi, se jo çdo njeri ka mundësi për me kthy një të mirë me të njëjtën vepër sikur se personi që e ka bërë për ty, mos e lë pa ja kthy me diçka që është e mirë. Ndoshta në aspekt material nuk ke, po e ke një mundësi që askush nuk ta ndal. Aja është luçja për të. Pejgamberi sa më ja di tha, kush kërkon prej juve për hir të Allahut, jepni atij. Kush kërkon mbrojtje për hir të Allahut, mbroni atë. Kush prej juve ja bën një të mirë dikujt tjetër, le t'ja kthej me të mirë. E nëse nuk ka mundësi për m'ja kthy atë mirën me të njëjtën të mirë, atëherë le të bëje dua për ta. Le t'i thot atij, Allahu të shpërbleft. Deri kur? Derisa ta ndjeni ose t'u marrë mendja që ju e keni kthy borxhin ndaj tij. Jo që e ke pas një borxh për m'ia kthy, sa nuk e ka bë për borxh, po te ndjen një borxh moral për shkak se ai ta ka bën një të mirë. E atë mirë ta kthesh me të mirë. Shembull, ka dhuru diçka që ti nuk ke mundësi për m'ia dhënë njëjtën dhuratë, po e ke një mundësi tjetër. Me bëu dua për të. Mi thon Allahu të shpërbleft, Allahu ta shtoft, Allahu të nderoft, Allahu të ruaj ty dhe familjen e kështu me radhë. Në këtë mënyrë, me lenë Allahut mundohun vazhdimsi që me përmend me të mirë, edhe me kujtu luqet e tua e kështu me lenë Allahut të ja kthesh atë mirë me të mirë. Dhe tha pejgamberi sa kush kërkon stre, te ju strehoni atë njeri. Muhaxhirët ishin ata që emigruan prej Mekës për Medinë. Me vete nuk morën kurrë për shkak se s'kishin mundësi, nuk kishin mundësi sikurse sot që njeriu transporti i bërë të gjitha mjetet e tij. Për shkak se edhe kurëshit kur e dinin se kush po largohet prej Mekës për Medinë, e sulmonin edhe mundoheshin që ta burgosin apo ta kthejnë. Iknin me vetes as pasurit, as mallin që s'kishin mundësi për me marrë. Ensarët ishin banorët e Medinës. Banorët e Medinës ishin burra, me zemrat e tyre që Allah Zotë i veçoi në Kur'an dhe i përmendi për të mirë. Pejgamberi sa i donte ensarët. Ishin krahu i tij, ishin për krahje më e madhe e pejgamberit Allahut azza wa jall. Ensarët i mikpritën muhaxhirët dhe u dhan çka kishin. Nuk kursyen kur gjo prej pasurive, prej mallit që e kishin, që t'i ndihmojnë vëllezërit e tyre musliman. Kjo tregon se çfarë dashurie kanë pas dhe kjo tregon se si është formuar realisht sistemi ose shoqëria e parë islame. Se normalisht pa dashuri dhe pa unitet s'ka mundësi me kriju edhe shoqëria dhe shtet. Në këtë rast, kur e pan muhaxhirët se ensart sa bujar që janë dhe sa shumë që i përkrahin, i thanë pejgamberit Allahu xhel ya Rasulullah. Tha, na te kaluan ensart me të mira. S'ka mundësi për mi arritën të mirat e tyre. Ata shpenzojnë me një shpenzim që është i papar. Nuk i tremben varfris, janë bujar. Dhe poshtu na përkrahin dhe na ndihmojnë deri në atë mos se edhe atë pak që e kanë edhe atë e japin. Dhe nuk kemi pa njerëz që e kanë bërë barrën e ndihmës edhe përkrahje sikur se ata. Çfarë ju tha pejgamberi sa I dinte që s'kan. Pejgamberi sa ju tha atyre, po mirë, ju tha, a nuk i lavdroni ata? Dhe a nuk luteni për ta? Do thot ju, a nuk i përmendni ata për të mirë? Kudo që shkoni dhe thoni se ensart na kanë ndihmu dhe na kanë përkrah. Dhe kjo është realitet. E kjo, a nuk është lavdat? Po. Pa dyshim që po. Dhe poshtu, ju, a luteni për ta? Tha po. Atëre pejgamberi sa tha, kjo është në këmbim të asaj që ata e kanë bërë për ju. Do thotë që në këtë formë pas ka mundësi që njeriu me kthy një të mirë. Nëse nuk ka mundësi për me kthyen, me të njëjtën gjë që personi do thotë ja ka bë një të mirë. E nëse ka mundësi, pse jo?
Nëse ka mundësi edhe më mirë, po pse jo? Për shkak se rrethonat ndryshojnë, te njerëzit normalisht nuk mbetet gjendja çdo herë e njëjtë. E ka mundësi ndonjëherë është me një pozitë më të lartë, më të mirë, ndonjëherë është një pozitë më të ulët, sipas vendit, gjendjes, situatës, rrethonave që gjendet, ashtu edhe e përkrah vëllon e tij musliman. Njeriu kundron edhe jetë. E keni pasë personi i cili ka qenë i mirë, ka qenë bujar, ka qenë i drejtë. Personi zakonisht lë përshtypje në zemrat e qerve. Nëse është i gjallë, thonë Allah e mëshiroft, ose në fakt Allah e shpërbleft. Allah e ruajt, nëse ndron jetë, thonë Allah e mëshiroft, filani ka qenë burr i mirë. Madje kaloi një xhenaze pranë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe kur kaloi kjo xhenaze, pejgamberi Allahu azza wa jall tha, i rahatuar ose janë rahatuar prej tij. Sahabët u çuditën, thanë ja Rasulullah. Çfarë nuk kupton kjo? Pejgamberi Allahu azza wa jall tha, robi besimtar e rahatohet nga lodhjet e dunjos dhe nga lëndimet e saj. Edhe niset drejt rahmetit të Allahut azza wa jall. Për besimtarin, dalja nga kjo dunjë është mëshirë. Për shkak se e braktis çdo lodhje që është dunjë, të lodh, të mundon, sakrificat, sfidat, krejt që i përjeton njeriu. Edhe niset për rahmetin e Allahut. Kurse ai i cili ka ndruar dhe ka qenë zullumqar, ai realisht do të marrë dënimin e tij. Po prej tij janë liru robërit, tokat, pemët edhe kafshët. Çdo se ndratot prej tij. Thonë elhamdulillah që na shkoi. Gëzohen. Elhamdulillah që na iki se na ka bërë shumë padrejsi. Edhe gratë, ndoshta ju ka rasti ndonjëherë ato që janë veja, që kanë betë të veja. Burri nëse ka pas zullumqar, as që e përmend që e kujton ndonjëherë për të mirë. Për shkak se shpirtin ja ka hungur. E ka lodh, e ka maltretu, e ka dëmtu, e ka lëndu, s'ka lënë asnjë pikë mëshire në zemrën e saj, që ta shprehë një shprehje mëshire, dashurie për burrin e saj pas vdekjes tij. E këta burra normalisht që këtë zullum do e marrin me veti. Ma mirë se që të njeh familja askush nuk njeh. Ma mirë se që të njeh gruaja dhe fëmijët askush nuk njeh. Ka mundësi jashtë me qenë më i miri. Mirë po brenda shtëpisë me qenë më zullumqari. E gruaja dhe fëmijët njohin më mirë. E ata gjykojnë për ty realisht edhe tregojnë fytyrën tënde reale. Po ashtu, ka raste kur edhe dëmtimi i njerëzve në për rrugë, që është shumë i rrezikshëm dhe shpeshherë e neglizhojnë. Nganjëherë keni pa si braktisin njerëzit veturat e tyre në për rrugë. Edhe i dëmtojnë njerëzit që mos të kalojnë në për rrugë rehatshëm, i pengojnë. Pejgamberi Allahu azza wa jall e përmendi atë njerëz se ka hyrë në xhenet shkaku i një druni, një degë që e ka pa në rrugë edhe e ka larguar, ka fituar xhenetin e Allahut. Pse e ka larguar një pengesë? Kur personi bëhet pengesë, atëra është shumë interesant. Pejgamberi Allahu azza wa jall e ka ndaluar mallkimin. Po në këtë rast nëse personi bëhet pengesë edhe i dëmton musliman në rrugët e tyre, nëse ata mallkojnë, atëre bie mallkimi i tyre mbete. Do thotë që pranohet mallkimi i tyre. Prandaj paralajmëroi pejgamberi Allahut azza wa jall. Tha kush i lëndon muslimanët në rrugët e tyre, çfarë do lloj forme. Unë e përmenda veturën veç si shembull. Veçanti ditën e xumës. E keni pasë si i lën veturat e tyre. Veçanti në ato vende ku nuk ka parkinge shumë. Në atë vend zakonisht i pengojnë njerëzit. E le veturën as që intereson. Do me ardh emergjenca me kalu problem, do shta këtu kjo nuk ndodh, po të na ndodh. Të na ndodh, shpesh ndodh, e le midis rrugës. Edhe nuk e ka problem nëse ndihma e shpejt duhet patjetër për me shkuën, edhe dukush është rrezik i jetës, makina jote bie sebeb që ti mos e pas mundësi me lëviz edhe personi do thotë më rreziku jetën e tij. Unë vetë kam përjetuar një rast që e kemi pas të në qytetin ton me një gjallë i ri që është prej shokëve ton, po nëse kemi ditë. Ai ka ra prej katit 5, ka rënë tokë, është rrezu. Po nëse kemi ditë se kanë qenë disa fëmijë të lujt bashk, edhe ka ra prej lart, është një objekt që e kanë braktisën, ka qenë duke lujt, ka ra, s'kan ditë. Fëmijë kanë sjellë ndihmë më shpejt, nuk i kanë besu. Për shkak se shpeshherë edhe lujt, do thotë i thirrin pa pas nevojë, nuk i kanë besu një herë, dy herë, tre herë, pastaj e kanë marrë, e kanë ngre zhak për tokë, derisa e kanë nxjerr rrugë. Kur e kanë nxjerr rrugë, atëherë ka pa dikush prej banesë
e ka sjell ndihmë më shpejt, kanë ardhur. Kur ka ndihmë më shpejt, na jemi kon xhami, e kemi fali kindin, kemi dal veturat e namazlive disa që janë kanën e kanë penguar ndihmën e shpejt për me shku. Na nuk e kemi ditë se çka të ndodh realisht. Ndihmë më shpejt, s'kishte zgjidhje tjetër, u dashim me prit. A jeta e tij u ka rrezik. Ai në kom, ka ra, i vdekt. Deri mos ka dalën, pastaj kur i thu dikujt prekët. Pse po më thu? Po si mos më thon o musliman? Se ti realisht i pengesë. Edhe ka mundësi ti me qenë shkak pengesa kryesore që ndoshta dikush edhe me ndru jetë. E kush e merr fajin? Normal që ti ke me marr pjesë fajit. Njeri ka ndru jetë. Çka mendon ti? Edhe pastaj kanë marrë, kanë dërguar që urgjent shkup, kanë dhënë në kom, nuk e di sa, mrekulli prej Allahut, kanë me gjallë. Sot e ma ditë është gjallë, po megjithatë do thotë ka qenë shumë e rëndë, se prindi si ka pas atij. Prindi ka qenë numre, edhe ka qenë shumë e rëndë, do thotë kur kemi marrë vesh se çka është realisht të ndodh, e unë kur dola me mendjen time, thash subhanallahu, thash e ka pengu, thash ndoshta dikush është në zor, nuk disha kur gjao. Po më mirë kemi ja që në lajme nëse ka diçka urgjent lajme ka më dal. Edhe kur e pashin lajme, po na nuk e dishme se pa kanë bën fjalë se vetëm iniciale, kur e pashin merr shumë keq. Thash, subhanallahu, thash para mendoje. Thash ka qenë problem, mos me kalu, thash ndihma e shpejt, mos e pas mundësi me shku deri taj. Edhe më ndodh, do thotë, më ndodh një gjë, do thotë që njëri normalisht që nuk do që ashtu për më ndodh. Mirë, po megjithatë, këto bën për shkak pakujdesis. Ama realisht pejgamberi sa më ka thonë, kush i lëndon musliman në rrugët e tyre, mallkimi i tyre bie mbi të. Nëse ata e mallkojnë, mallkimi i tyre do t'i përfshijë ata. Andaj, nëse dëshiron që emri yt përmendet për të mirë, nëse dëshiron për me lënë gjurmë, edhe pas vdekjes tënde mundohu sjellja jote që sjellje e mirë. Mundohu mos me lëndu askënd, mos me nënçmu me përbuz dikënd, mundohu gjuhën tënde me përbajt, zemrën tënde me ruajt, edhe pse ne jemi njerëz ka mundësi me ndodhë dhe tilla, mirë po alhamdulillah vetdia kur është e pastër, dërgjegja kur është e çiltër, atëre besimtari kthehet kërkon falje. Falja nuk është përbuzje, nuk është dobësi, përkundrazi, paraqet fuqi edhe tregon do thot realisht edukat edhe kulturë. Kjo është vepra e parë. Vepra e dytë që e bën njeriu që të lutet për dikant është që vetë personi të kërkojë prej dikujt tjetër, të i thot bën dua për mua. Normalisht kur njeriu kërkon prej tjetrit, është diskutim mes ulemave se kjo a e mohon tevekulin mbështetjen në Allahun apo jo. Se në sens njeriu duhet që t'i mbështetet Allahut dhe vetë i lutet Allahut azhajal. Po ka transmetime që tregojnë dhe aludojnë se lejohet që dikush tjetrit të i thot lutu për mua. Dhe kjo është normal. Mirë po jo mos teprohet, mos bëhet çdo herë për çdo nevojë lutu për mua. Po qet me të vërtetë ndonjë rast se njeriu ka nevojë për shkak se në sens muslimani vetë duhet për me u lut për tjetrin. Safvani rahimullah, dhëndri e Abu Dardas, ishte duke shkuar për hax, ndalet në Sham, ta takon Ebu Derdan, ishte burri i Derdas, se Ebu Derda është baba i Derdas, e Derda ishte martuar për Safvanin. Ta undala e kërkova Ebu Derdan, nuk ishte aty, ishte Ummu Derda. Edhe e pyeti Ummu Derda, a do shkosh në hax, me sa duket Safvani ka qenë duke shkuar në hax, unë me sa po e kuptoj prej rastit, po si do qoftë nuk ka shumë rëndësi. I tha po, tha nëse shkon atje, tha lutu tha për neve për mirësi. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte luçja e muslimanit në mos prezencën e vëllait të tij musliman është e pranuar. E ka me vete një melek që është i ngarkuar që momentin që lutet muslimani për muslimanin që nuk është prezent, ai thot amin dhe kjo qoftë edhe për ty. Nëse ti thu, o Zot, shëroj filonin, meleku thot, o Zot, jepi edhe këtij shërim. Nëse ti thu, o Zot, jepi filonit, meleku thot, o Zot, jepi edhe këtij. Nëse thu, o Zot, martoje filonin, edhe ky thot, o Zot, martoje ti atë. Disa prej beqarëve e shtojnë këtë dua më tepër pak. Për shkak se thonë, edhe beqarët edhe tjerë kanë fillu. Për shkak se s'po kanë zgjidhje tjetër. Edhe po thonë, ma mirë, thëmë me lutë për vllahin musliman, inshallah, Allah ma kthen edhe mu, inshallah. Inshallah. Në veçanti, luçja është mirë që të kërkohet për njerëzve të devotshëm, edhe për atyre të cilët e di që i respektojnë prindërit. Nëse e di që një person i respekton prindërit, edhe është respektues i mirë, kërko prej tyre
që të lutin për ty. Argument për këtë është Uwais al-Qarani. Uwais al-Qarani ka qenë një djalë i cili ka respektuar Tejmos e nonën e vet. Madje pejgamberi Allahu azza wa jalla ka përmend, dhe ka përmend cilësitë e tij. Dhe ka thonë që nëse e takoni, kërkoni prej tij që t'i lutet Allahut për juve, për falje, sepse lutja e tij është e pranuar. E Omeri i mbajti mend fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kur ishte halife, çdo delegacion që vinte ose çdo grup që vinte prej Jemeni i pyesti, mos është me juve vallë një person kështu dhe kështu me këto cilësi derisa e gjeti. Edhe e takoi. Dhe kur e takoi Omer ibn Khattabi i tha, a je ti filoni po, a je ti filoni po, a je ti me këto cilësi po, se të ka përmend pejgamberi Allahut. Dhe ka thonë, nëse e takoni, let lutet për juve, sepse nëse lutet, ai lutja e tij është e pranuar. Edhe kërkoi Omeri prej tij që të lutet për te Allahu subhanahu wa taala. E Uwais al-Qarani ishte ai që respektonte nonën e tij. E kjo ishte shkaku që ky person, Allahu se këtij personi, Allahu t'ia pranoi lutjen atij. E nëse e di dikën që është i devotshëm, edhe i respekton prindët e tij, nëse ke ndonjëherë siklet dhe do dhe dikush ta shtoj lutjen për ty, atëherë me lenë Allahut kërko prej atij që të lutet për ty. Po ashtu. Kujdesu që prindërit e tu të luten për ty. Prindërit o luten për ty o kundër teje. O për ty o kundër teje. A ka mundësi që prindit lutet kundër teje? Po. Nëse fëmia zemrohet, nëse prindi zemrohet, prindi irritohet, edhe prindi nuk është i kënaqur me fëmijën e tij, ndoshta nganjëherë i hik gjuha e tij edhe lutet kundër fëmisë. Ndoshta ndonjëherë me zemrën e tij, Allahu na ruaj. Edhe ajo që është më interesante është se lutja e prindërve pranohet. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha që 3 lutje janë të pranuara dhe në të nuk ka asnjë lloj dyshimi. Lutja e atij që është bë padrejsi. Nëse dikujt i bëhet padrejsi, edhe lutet te Allah, lutja e tij shpresohet që pranohet me lenin Allahut. Lutja e udhëtarit dhe lutja e prindit për fëmijën e tij. Me një transmetim, lutja e prindit kundër fëmisë së tij. Kjo të kallzon që pas ka mundësi prindi të lutet kundër fëmisë. E nëse përputhet lutja e tij me kohën kur Allah i pranon lutjet, ajo lutje do pranohet dhe nuk refuzohet. E andaj kujdes prindi me gjuhën e tij, mos ta mallkojë fëmijën e tij. Shpeshherë prindërit ton, nonat e tona kur zemroheshin, thoshin Allahu mos ta dhosh të mirën asnjëherë. Mos ja pas shtmirën asnjëherë. Ose këtë edhe këtë, nëse lutja e saj është pranuar, atëherë dije që fëmia s'ka bereqet. Andaj pastaj nuk ka nevojë që nona ose prindi që tankon sepse fëmia nuk pi respekton. Nëse zemrohesh me fëmin, thjesht lutu për të thuj Allahu të uzoft, e Allahu të ruajt, e të forcoft, e Allahu të adhosht islamin, e imanin, e Kur'anin, lutu për të për hajr dhe për mirësi, sepse fëmia kur drejtohet nuk ka më mirë për prindin se sa fëmia e tij. Po ashtu Imam el-Munawi rahimahullah thoshte, kjo është një prej argumenteve se më e mira është prindi të lutet për fëmijën nëse fëmia i ndron jetë. Për mja fal xhenozën, më e mira është baba mu lut se sa dikush tjetër. Për shkak se lutja e tij është e pranuar. E dikush thot po mirë, a ka mundësi t'ia fali namazin? Po. Nëse ndron jetë fëmia, më e mirë është baba, prindi të lutet ose ai dali imam t'ia fali namazin e xhenozës se sa imami. Se sa për imamin, ati nuk i dhem shumë. Sa i ditë për ditë i vinë. Do shta dhe ka gjenozë shumë, e për ata është rutinë. Mirë për babën nuk është rutinë. Për babën është pjesë e shpirtit. E normalisht që a jep hakun duas, e duaja e prindit me lejnë Allah pranohet. Dikush thot po mirë, pse ka ardhur transmetim el walid, që i bie zakonisht prindi e jo el walide nëna. Thonë ulemat për shkak se haku i nënës është më i madh. Për këtë arsye dhe duaja e saj është më e pranuar se sa duaja e prindit. Nëse duaja e prindit e babës është e pranuar, atëherë as që diskutohet duaja e nënës për evladin e vet. E pejgamberi Allahu te zotësh ka përmendë më radh thoshte mos u lutnu kundër vetës. Dhe po ashtu mos u lutnu kundër fëmijëve tuaj, edhe mos u lutnu kundër shërtorëve, punëtorëve tuaj, edhe mos u lutnu kundër pasurisë tuaj, sepse ka mundësi që të përputet lutja jote me kohën kur Allahu e pranon lutjen dhe ajo lutje mos refuzohet. E nëse nuk refuzohet lutja, atëherë dije që ajo lutje është e pranuar te Allahu subhanahu. E treta prej veprave
prej mjeteve që ndikojnë që dikush lutet për ty, është edukata e fëmijës me edukat shëndosh. Nëse fëmija edukohet drejt, edukohet me edukat shëndetshme, edukat fetare, ai fëmijë s'ka dyshim që do lutet për prindin e tij. Për shkak se e di që e ka hak, edhe plus asaj e di që prindi pas vdekjes ka nevojë për luqet e tij, se përndryshe nuk i shkon diçka tjetër përveç se sadakas, luqeve dhe disa veprave tjera të mira. Në këtë mënyrë e vladi e di se për prindin është shumë e rëndësi, edhe ti dale hakësh, sepse realisht lidhja e tij nuk shkaputet me vdekje, po lidhja e tij është e vazhdueshme, qoftë në dunjë apo qoftë në ahiret. Bile, prindi më shumë ti ka nevojë kur ndron jetë për fëmijën e tij se sa gjatë jetës kur është gjallë. E andaj pejgamberi sa më tha që Allah subhanahu i ngriti robit gradën e tij në xhennet, derisa i thot o Zot, pse? Prej ku? E atëri i thuhet atij, kjo shkaku i istigfarit që e bën evladi për ty. Fëmia kërkon falje për ty. E prandaj rriten edhe gradat. Me një ditë tjetër pejgamberi sa më tha, ajo më e mira që njeriu e le pas vetes së tij janë 3 gjëra. Fëmia i mirë që lutet për të, sadakaja e rrjedhshme që vazhdon me të, dhe po ashtu dija që punohet me të, kalon dija që punohet me të. Këto 3 janë ajo baza që besimtari duhet me kuptu që i shkojnë pas vdekjes së tij. Me një transmetim tjetër, pejgamberi sa ka thonë 7 i shkojnë vdekurit pas vdekjes së tij duke qenë ai në varr. Dija e tij që e ka mësu. Po ashtu nëse ka hap një lum, ose e ka hap një pus, apo e ka mbjell një pemë, apo e ka ndërtu një xhami, apo e ka trashëguar një musaf, e kalon një fëmijë i cili lutet për të pas vdekjes së tij. E realisht kjo është e ngjashme me hadithin e lartë përmendur. Fëmia, sadakaja dhe po ashtu dija. Normalisht se hapja e pusit, çelja e lumit, trashëgimi i musafit, gjitha këto ose mbjellja e një pemë janë sadaka. Mirë, po kjo realisht ta mëson, ta jep një ide se si besimtari me punu, se na shpeshherë nuk dimi edhe për me dhon, edhe kur duam për me dhon. Se te ne realisht kufizohet çështja e sadakas. Vetëm se disa fusha, realisht është shumë më e gjerë, ku njeriu ka mundësi për me marr më shumë shpërblime në jetën edhe po ashtu pas vdekjes së tij. E katërta prej veprave që ndikon që dikush lutet për ty është të shtitja. Është të shtitja. Dikush thot si ka mundësi. Vepra e lehtë që askujt nuk i shon ose do thot nuk të bie ndërmend realisht, po është shumë do thot dobipruese. Kur dikush të shtit, çfarë thot? Nuk thot shnet, po thot elhamdulillah. Kështu është suneti. Thot elhamdulillah, falënderimi i takon Allahut. Kur thot elhamdulillah, ai i cili dëgjon, çfarë thot? Yerhamukallah. Allahu të mëshiroj, kjo është luçje. Me çka ja kthen ai? Ai e këmbem atë mirë me të mirë. I thot yehdikumullahu wa yuslih balakum. Allahu të uzoft dhe poshtë të përmirësoft çështën. E me thonë Allahu të uzoft nuk është keq. Se dikush e kupton për të keq, realisht është e kundërta. Se njeriu ka nevojë për udhëzim, edhe kjo nuk aludon që ti ke mangësi, për kundrazi. Prandaj pejgamberi sa çfarë tha? Allahu e do të shtimën e nuk e do goksimën. Pse? Për shkak se goksimën pse vjen? Përgjithësi vjen kur njeriu ngopet shumë. Se fukaraja rrahall ndoshta gokson se s'ka shaka me hongër. Amo njeriu kur ha shumë edhe gokson. Kjo aludon do thotë që ka hongër tepër e ka tepru. E Allah e do të shtimën e urren goksimën. Dhe tha pejgamberi sa kur ndonjëri për juve të shtitën le thot elhamdulillah. Kur thot elhamdulillah, e ka hak çdo musliman që ka dëgjuar të thot yerhamukallah. Allahu të mëshiroft. Luçje, dua për ty. A do dikush më lut për ty? Kjo është luçje për ty. Kur thot Allahu të mëshiroft është luçje për ty. Kur thot Allahu të uzov dhe përmirësoft çdo çështje tënde, kjo është luçje për ty. Mirë, po tash dikush nëse harron, edhe nuk thot, a duhesh me thonën ti yerhamukallah apo jo? Jo. Thuaj në mos jo. S'ka nevojë. Nuk ka nevojë ti për me shtu. Nuk ka nevojë ti për me shtu. Erdhi një rast në kohën e pejgamberit si që transmetonin si 2 persona. Ata 2 të shtitën. Pejgamberi ishte prezant. Njëri e falenderoi Allahun kurse tjetri jo.
Pejgamberi sa sem njëri t'i ja ktheu çetrit jo. E pyetën thënë ja Rasulullah, pse? Për shkak se njëri tha, e falënderoj Allahun, tha alhamdulillah kurse çetri nuk tha. Nëse nuk thot mos i thuj yerhamukallah. Po a ka mundsi për me këshillu? Po. Mundesh me thonë o filan, nuk ke thonë alhamdulillah. Sa harron. Nëse e shef që nuk ka thonë mundesh me këshillu, mi thonë thuaj alhamdulillah. E atëherë ai thot yerhamukallah, e ta kthen ose ti thu yerhamukallah, e ai ta kthen yehdikumullahu wa yusli balakum, as kusht arabisht, nuk është kusht arabisht. Se dikush është shumë i ndihshëm gjuhën arabe dhe i pengon për me fol anglisht në një shprehje nuk ka problem, ose gjermanisht me fol okay, e ku di unë çka, atë do thon sa problem thon. Ama kur thash pyetje arabisht pak janë ndihshëm. Mban edhe shqip nuk ka problem. Se Islami nuk ta ka imponu patjetër me thon arabisht. Po normalisht termat që janë fetare zakonisht i përmendin mëson, po nuk ka pengesë edhe nëse thuhet këtë aspekt te këto dua, nëse thuhen edhe në gjuhën ëndër do gjuhën shqipe. Ibn Hajar al-Asqalani thot në Fathul Bari për Ibn Abdul Barr që e ka nxjerrë një gjurmë për Ebu Davudin rahimullah, autorin e Sunenit ose Sunen Ebu Davudit, keni dëgjuar gjithë besoj. Ka qenë në anije edhe ka dëgjuar në Bregdet, anije ka qenë afër Bregdetit, e ka dëgjuar një njeri i cili ka trështit. Dhe ka thonë elhamdulillah, çka ka bën? E ka marrë një njeri një bark me qira, e ka paguajt 1 dinar. 1 dirhem, e ka paguajt, ka thonë çom deri te Bregdeti. E ka marrë, e ka çuar edhe kur e ka çuar te Bregdeti, ka thonë yerhamukallah. Edhe ja ka thënë yehdikumullahu wa yusli balakum. Njerëzit janë çudit, ka thonë, a shkon njeri me parça me bark me marr me shku deri aty. Ai shkon larg, po do shpaqet edhe barkën, po kryesore s'ka pas shumë nevojë. E natën kur ka rënë me fletën, ka ardhur një thirrës edhe ka thonë o ju banorët ose o ju që jeni në këtë anije, tha Ebu Davudi e ka blet xhenetin e Allahut me 1 dirhem. Ebu Davudi e ka blet xhenetin e Allahut me 1 dirhem. Se nuk i ditë kur se ka thonë, kur i ka thonë pse po shkon, ka thonë ndoshta luçja e atij na është e pranuar. Nuk dihet se kur njeri nuk e di se kujt i pranohet luçja, ose kur pranohet. Ndoshta bie sebeb. E njeriu i merr domethënë i merr do thotë ato mundësitë edhe i shfrytëzon situatat. Edhe pesta për veprave, na më këtë përfundoj, është që besimtari t'i mësojë tjetrit shpërblimin e istighfarit për besimtarët dhe besimtarët. Pejgamberi sa më thot me një hadith që transmeton Ubadi ibn Samit, kush kërkon falje për besimtarët dhe besimtarat, Allahu për çdo besimtar dhe besimtar ja shkruan nga një të mirë. Sa musliman janë? 1 miliard e gjys, zyrtarisht. 1 miliard e gjys sevape. Nëse thu Allahumma kfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, o Zot fali besimtarët dhe besimtarit, muslimanët dhe muslimanët. Për çdo musliman e ke nga një të mirë. E nëse dikujt ja mëson, çka nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton se ku lutet ai të përfshin edhe ty. Sa kur thot o Zot fali mëshiroj musliman, i përfshin krejt musliman, edhe ti përfshish aty. E nëse ai se ka ditë, e ti ja ke mësu, inshallah me len Allah luçet e tij edhe ti përfshish. Po plus asaj merr edhe shpërblim, për shkak se ti ja ke mësu aty një gjë që ai nuk e ka ditë. E në këtë rast edhe ti e merr shpërblimin që s'ka dyshim. Ai i cili lutet për çdo musliman, për çdo besimtar dhe besimtare do marrë shpërblim nga një të mirë, ato janë me miliona, ato janë me miliarda, me len e Allahut azza wa jall. Këto ishin 5 mjetet, 5 veprat që ndihmojnë që dikush lutet për ty. Shkurtimisht, e lutem Allahun që Allahu zot na mëshiron të na fal, e lutem Allahun që të jemi prej atyre që lëm gjunë të mira dhe që lutem për ne, dhe lutem Allahun që gjunat e tona Allahu të i fal, të na mëshiron, dhe lutem Allahun ashtu siç na bashkojnë këtë vet, na bashkojnë xhenetin e tij. Qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.